mbyllim me këtë shfaqje, kam shkruar para disa vitesh dhe arsyeja pse vendosëm ta bëjmë tani është sepse mendoj që lidhet pak me situatën ku jemi. Por gjithsesi për më tepër, ju ftojmë që ta ndiqni edhe ta shijoni. Kjo është një shumë histori që ka ndodhur dikur në rimi përpara 10 vjeti. Ne jemi ata që siç e kemi parë, po e hedhim një farë. Historia kohë s'ka, por mosh kanë ata. Kështu populli tha, ai dhe ajo do duhen gjithmonë edhe në teatrin ton. Por largësinë do t'ja shyen edhe trurin në zemrën do t'ja thyen. Jo për xhelozi, jo për lakmi, por për siguri. S'na besoni? Do ta shikoni. Vola, të dua, ti e për mua. Luli, të dua, jestesh dlamje. Të dy ne, për jetë ne, të dashuruar ne. Të dy ne, për jetë ne, të dashuruar. Volare, Oh, kantare. oh, Si ka mundësi që ti e ke emrin Vola? Të shkuptim ka në polonisht. Apo i gjeta ta mamun që ti ke emër italian. Luli, nuk e di, babi me ka vënë, nuk e di se nga vjen. Do me thënë ti e bërë për të fluturuar? Po, me ty. Sasha do t'ja bëm emrin. Sasha? Si e mërgotë se më duket, marrë me a. Jo, është emri Aleksandr, por Sasha i thënë shkurt në polonisht. Aleksandr? Ta gëzoj, tani u bëm prindër. Tani u bëra vërtet për të fluturuar. Gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetën time, që kur jemi kthyer në atë vend. Mos u pendoj që je kthyer. Erdhën që do shpëtonin familjen tënde nga internimi. Nëse ti do vazhdoje të rrije, jeta e tyre do të rrezikojë më shumë. Mos e harro kurrë këtë. Po, por secili është përgjegjës për jetën e tij, jo? Jo vetëm për tiën, por tashmë jemi përgjegjës dhe për djalin ton. Ashtu si ti me prindërit e tu. Lumë si unë që ju kam juve. Pastaj, ne mund të fluturojmë ku të duam, edhe në Poloni, nëse do ti. Mjafton të qetësohen pak gjërat. Unë mjaftohem me ju të dy. Kaq dua. Luli! Nuk do të shpëtoj djalin ton. Do i bëj edhe nëse më duhet të ta mohoj ty, Vola ime. Ju kujtoni se mbaroi? Po ku i po ajo? Ku shkoi? Kush e mori ato? Mos ha mendsoni, ajo vetë po e tregoj, ju do ta mësoni. Një tjetër histori lidhet me trupat e zi. Me ngadalë do ta zbuloni, mbase pas kësaj nuk do ta harroni. Si kur ta kuptoj gjuhën, më bukur do të më thuaj keq për fat. Bilet? Student. Pra, po më të leroni, ka që bukur se jeni do të doja të takoheshim më shpesh. Alla Kinga sentimenti. All'intro significa un complimento. Kompliment. E te kuptova. Mogu po zbat na dritë? Viti nuk dihet, por ishte periudha
sekunda kur Shqipëria I prishi marrëdhëniet me vendit e lindjes. Nuk marr përsipër të them vit të sakt, ju vetë madje mund ta zbuloni, por vendin e di tamam, çeki. Ajo ishte çeke, edhe ai shqiptar. Historia e tyre u njoh mbar. Vitet kaluan edhe njëri tjetrin fort e duruan dhe aq shumë e dashuruan sa kur mbaroi studimet ai, u kthyen të dy në Shqipëri. Mos është në një shaka. Gata afërmit e tu. Jo, të afërmit e tu s'u ta bëni kur në shaka të tjerë. Pa di ku shamin. Shu e klasë më mirë. Ju as nuk keni firmosur një njëri tjetrin. Nëse nuk është në një shaka nga të afërmit e tu, duhet të shqetësohesh punuriu, por edhe për martesën tuaj. Por ju nuk është e të kurim? Po e quan ata? Kush ishin ata? A është ai mirë? Nga dasma dhe gëzime, në të qare dhe hidërime. Që kjo bu shqiptare, gëzoj si t'ishte e jona, ma di edhe qau me ligjetona. Por, atë qka shpirti I saj nuk e shpjegon dot, gjuha, por as loti, nuk e thot dot. Pulërima e saj gjithë kundu dë gjua, por nuriu nuk e ktheu dot. A lihet vetëm fëmia pa nënën, nusja pa dhëndrin, apo burri pa gruan. Vola, luli, vlasta, nuriu, por shumë e shumë të tjerë, nuk e dini në fillim se që pëndoste. Por pastaj, këptuan se cilët ishin trupat e zinë. Faj s'kishin bërë, por u akuzuan. I vetmi faj I tyre, si që mund të keni kuptuar edhe ju tani, ishte se dashuruan dikë që I përkiste një tjetër e dheu. Juve mund t'ju duket absurde në ditë të sotme, por në një kohë tjetër, ndoshta ka ekzistuar. Njerëzit pohojnë se kanë parë, kanë dëgjuar, edhe jetuar. Dëgjoni, shikojeni, edhe po deshët, besojeni. A e dini përse ju kemi thirrur? Jo, nuk e di. E dini përse jeni këtu? A e njihni shoqen Bona? Patjetër që është një shoqe. Edhe si jeni njohur? Nuk kam qenë në studime në Poloni. Edhe përse ajo ka ardhur me ju në Shqipëri? Sepse ka më përcena që nëse nuk thesha do të informojnë familjen. Pse? Sepse politikat midis dy shteteve do ishin do nuk problematike. Është e qartë, ja? A e dini ju që ajo është spiune? Jo, Jo nuk e dini apo jo nuk është? jo nuk është. Nuk ka si vet, ajo e në Shqipëri me mua. A e dini ju që ajo është një qitëse shumë e mirë? Mund të jetë, por kjo nuk ka fare të bëjë. A e dini ju që ajo mund të qëllojë dhe t'ju vrasë edhe nga 50 metra largësi në errësirë? Nuk besoj që kjo është e vërtetë. Atëherë, përse e sollët atë në Shqipëri? Sepse duhen. E do vazhdoni të duheni,
Edhe nëse ju merrni vesh që ajo vetëm ka përfituar nga ju. Kjo nuk është e vërtetë. Ne kemi një fëmijë bashkë. Ju keni një fëmijë bashkë. Në çfarë të kërkoni prova nga ne? Ne e dim shumë mirë që ajo është një spiune. Edhe e vetmja gjë që ajo ka ardhur në Shqipëri është që të mbledhë informacione nga këtu dhe t'i çojë në vendin e saj në koloni. Ju nuk ta akuzoni për çfarë të doni, por asgjë që proponi nuk është e vërtetë. Shikoj zoti. Se ju nuk doni të burgoseni dhe të internoheni, ju duhet që të bashkëpunoni me ne. Vetmja gjë që duhet të bëni, që të mos lini fëmijën tuaj vetë. Duhet vetëm të hidhni një fliu. Çfarë duhet të firmos? Të firmosni që ju nuk keni të bëni më me to, dhe që ajo është një spiun. Në rregull. Vola ime nuk është spiun, ju a thash ne, por me që nuk më natë zile tjetër, duhet të firmos. Nuk mund ta dëgjoj ti vetë nga vetë. Më fal vola ime. Faleminderit. Tani me këtë që ju firmosët, akuzoni dhe dënojni për bashkëpunim me spiunin Azeut. Si? Po ju më thatë që të firmosja dhe të takoja djalin tim. Sigurisht që do takoni djalin tuaj për pas pak muash. Po për djalin tuaj do të vdeset shteti. Jo, ju më thatë të firmosja që të më lironit, jo të dënohesha. Gruaja ime nuk është spiune dhe as unë nuk jam. Kjo është padrejtësi. A e dëgjoni dhe ju këtë shumë apo? Le të vi tjetër. Çfarë keni ju me Nurin? Nurin është vllai im. Isha në dasëm për martua Nurin dhe janë ndërprer martesë. A dini ju që nëse e vllai tuaj është një spiun? Jo, ajo nuk është spiune. Ata e duan të vazhdojnë ego ta truajnë në pjetë. Shikoni pasë. Se ju nuk bashkëpunoni me ne, ju do të akuzoheni dhe burgoseni për bashkëpunim me spiunin Azeut. Edhe të njëjtën gjë do të bëjë edhe vllai im. Çlidhje ka vllai im. Çlidhje ka unë. Nuk po kuptoj asgjë nga këto që po më thoni. A nuk ka di se ç'krim ka për lasta? Ka shitur vendin tonë, ka spionuar dhe ka akuzuar të gjithë njerëzit e tjerë për këtë gjë. Nuk mund ta besoj dot këtë që po më thoni, por as duar nuk sjell të më thos dot. Përderisa Vlasta nuk martua dot me vllain tim. Më mirë s'gjet të shpëtoj betën me vllain tim. Ju jeni një vajzë e squrë. Tregoj se çfarë duhet bëni? Çfarë do të bëj? Mjafton vetëm me thirrje. Ju të mohoni njohjen në knapën tuaj. Pra, nëse nuk firmos, çdo gjë do të rregullohet. Më së miri nëse ju firmosni. Shumë për Jeni të thirrë. Ju e mohoni Vlastën së knapën tuaj. Dhe ju do të burgoseni bashkë me vllain. Por, me që ju bashkëpunuat me drejtësi, gjykimi juaj do të shikohet. Bashkë, mbaruar. Burr thatë, Vlasta do të bëj burr, por ju më thatë se ajo do të largohej me një herë për shtetin e saj. Sigurisht që do të largohet, por pas pak muaj. Bashkë mbaruar. Kjo nuk ishte. Siç mund ta kuptoni, trupi i zi reagoi edhe kokën e tregoi. Fajtorët sipas tyre u dënuan edhe të tjerët gëzuan. Volës i pren krahët. Vlasta nuk e lanë të martohej sepse ato ishin të huaja. Dhe kjo i bënte spionit Azeut. Por kohët kanë ndryshuar edhe fajtorët duhen gjykuar. Kush më mirë se sa ata e di fajin kush e ka. Të gjithë në gjyq.
me ne juri. Kush dënon e kush jo, pak të vërtetës i thonë po. Unë, mardhur të më gjykonë. Tani jam unë i pandekë. S'ka që kohësh. Kohët po ndronë. Dhe ju doni të kujtoni të kaluar. Por sot të gjithë gëzoni. Dhe jetën shijoni. Të kaluarën doni të kujtoni. E plagët ti nëndonë. Çfarë i kam unë? Urdhën i kam zbatuar. Këtë ma thoni ju e njerëz të uruar. S'kërkoj mëshirë. Nuk kërkoj lëmosh. Por kërkoj që si veten tuaj të mendoj. Se veç kohën tuaj as kun nuk mund të veproj. Edhe po të mos doja t'i dënoja, keq vetes do t'i kërkoj. Kujt prej jush është lipsur të doj më shumë tjetrin se sa vetet? Kush nga ju është vetë sakrifikuar për një tjetër? Kur ju vetë, as familjarët, apo bashkëshortët edhe fëmijët e tu s'keni mbrojtur. Vetë keni bërë pakt për atë çka ju ka interesuar. Dhe ato që unë, juve ju ka më në urdhat e dikujt tjetër, sigurisht. Atëherë fajtoria saj kohe që nga mu, po ju vetë. Tani ju jeni mbledhur të më gjykoni. Dhe unë as nuk kërkoj të më kuptoni. Kjo është e pamundur, dhe është e pa kuptim në një kohë të tillë. Ju vetë do të mendoni, por nëse rreth e rrotull shikoni, me vetë do të reflektoni, se jo gjithmonë keni bërë si që keni menduar se e drejta duhet bërë. Por shpesh herë, keni bërë apo thënë diçka se dikush më lartë se ju ka kërkuar. Apo më keq akoma, ju ka urdhëruar. Çfarë? Kam të drejtë. Patjetër që po. Mendoni dhe do më kujtoni. Nësa tani, jam gati që të më dënoni. Jeta ime po mbaron dhe mas kujt nuk i duke. I kërkoj falje atyre që i kam bërë keq, por edhe ju në vendin tim njësoj do të kishit bërë. Ashtu si që po bënë dhe tani. Do të kërkoni një fajtor për të shpëtuar kokën, për të pastruar veten. Kërkoni një arsye që ju ofron pretekst për të mbrojtur tjetër. Por në fakt, po mbroni veten e po lëndoni tjetër. Tani do më shani, do më pështyni. Por do të doja të isha gjallë dhe të jetoja. Teksa në vendin tim, ju t'ju shikoja. Kishte vërtet menduar? Apo të vërtetën po të regonte? Asnjëherë nuk ka kuptuar. Por atë ditë, të gjithë ne u ndjen fajtorë. Ishim ne që bindeshim më shumë se sa ishim kërkuar për punën e gojës. Ishim ne, ata që donin paktën, shoja një mënyrë të mbrojtur vete dhe u njëftonin pas. Ishim ne që zgjedhim ata që do të na urdhëronin dhe gjykonin. Po ne? Po ne? Po ne? Mos po bëjmë ende të njëjtën gjë? S'pato urdhrat ose mi keq, unë nuk mund të gjykoj heq dorë. Jurinë mos mund ta bëjë. Heq dorë. Jurinë s'mund ta bëj. Hoqa dorë. Të gjithë din të akuzojnë, por pak mund të mbrojnë. Të gjithë flasin, por kur dëgjon? Në këtë një apo shumë histori fajtorës del njeri.
ata që u dënuan edhe familjet që u caktuan. Prandaj viti nuk ekziston, sepse sado që koha kalon, fajtori kërkon të akuzoj, kurse i dënuari fajtori kërkon. Edhe kjo ndodh gjithmonë. Gjurmët, gjithkush i pastron. Gent, do na ndihmosh me një video? Prandaj historia nuk ka kohë, sepse me sa duket përsëritet her pas here. Kjo është Tirana bosh gjatë periudhës së karantinës. Edhe në live, Danimarka me Norvegjinë, nëse doni të takonin të dashurit e tyre, duhet patjetër të vërtetonin shtetit që kishin të paktën 6 muaj kive me personin që do të takonin këtë ftohtë. Pra historia përsëritet në një formë apo një tjetër. Shemi ne të të gjykuar. Uritet mirësia, frymon njerëzia, të frymoj dhe ne. Ëndra do t'i jetojmë, ditë do t'i gëzojmë, shpresën sot t'i këndojmë për një jetë të re. Shumë faleminderit Elisa Shahini, Kristela Ramollari, Albert Çela, Jau Huma. Edhe lejtë me Genti. Faleminderit që ishit, ndërkohë në Rena presh një performancë me drita dhe ta mbyllim me ndriçim këtë festival edhe jo me pesim. Shumë faleminderit.